UÇK I ka dërguar një letër Amerikës, më saktësisht ambasadorit Richard Grenell, I dërguari I posaçëm I presidentit Donald Trump për misione të veçanta. Përmes kësaj letre, veteranët kanë shprehur shqetësimin e thellë në lidhje me gjykatën speciale, duke theksuar se ajo ka humbur qëllimin e saj. Mirë po të folur më shumë rreth kësaj letre, me mua në lidhje direkte, është Gazmend Sylla nga organizata e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Zoti Sylla, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodez. Faleminderit juve, me kënaqësi. Zoti Sylla, ne kemi pra letrën si që prezentuam edhe në fillim që ju keni dërguar Richard Grenell. Çka pritni juve nga Grenell, me qenë se ju e keni dërguar letrën, a pritni që do të ketë rezultate kjo letër, me qenë se ai ka qenë një zë vazhdimisht I juaj në një farë mënyre duke kërkuar që kjo gjykatë të anulohet? Po, në fakt, ne me zotin Grenell pothuajse ndajmë shqetësimet e njëjta për punën që është duke bërë gjykata speciale. Që dhe mos kohëve të fundit, ju siç e dini kjo gjykatë as pak tash s'ka fare të bëjë me mendarjen e drejtësisë, por është krejtësisht politike edhe po shihet qartë që është gjykatë politike. Edhe duke pas parasysh se zoti Grenell ka qenë tepër I zëshëm në këtë drejtim, me qenë se institucionet tona janë pothuajse në gjendje komes funksionojnë fare, sidomos diplomacia e shtetit tonë. Ne kemi marrë këtë iniciativë që t'i drejtojmë zotit Grenell me një letër që t'i themi atij me kërku nga ai, po ashtu nga zoti Trump, me kthy kokën ka bashkëftarët tonë që gjenden në atë tribunal atje në Hag, edhe me na ndihmu në këtë aspekt që në fakt mendoni drejtësia aty, një drejtësi për cilën ne kemi menduar fillimisht që do të ndodhi drejtësi, e faktikisht nuk po ndodhi gjë e tillë, andaj kjo letra jo ndoshta do të nxit pak zotin Grenell dhe administratën e zotit Trump që t'i kushtoj më shumë vëmendje këtij procesi që po ndodh në dhomat e specializuara në Hag. Përveç zotri Grenell, a pritni që këtë letër t'i dërgoni edhe dikujt tjetër nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të ketë ndikim edhe më të thellë jehonat që juve tashmë keni ngritur? Ne pothuajse vetëm kemi përgatitur letrat për institucione tjera të cilat kanë me pas ndikim spaku në këtë proces, spaku ndikim mbikëqyrës, sepse ndikimet tjera nuk do të mund kenë. Në ditën e vazhdim do t'ju njoftojmë edhe ju si media, po do të publikojmë letrat tona që do t'i dërgojmë edhe ne për institucione tjera, spaku për mënyrën e trajtimit se si po trajtohen bashkëftarët tonë në Hag, paraprakisht me qenë se ekziston prezumimi I papajësisë atyre njerëzve janë t'ju shkel drejtat e njerëzit atje. Edhe për këto arsye ne kemi vendosur që ju dërgoj letra institucione kompetente që me marrë me seriozisht këtë punë edhe më interesu për bashkëftarët tonë. Kjo është punë që bën organizata, bashkëftarët tonë I kemi anëtarë të organizatës, për organizata jone ka mision punën me u kujdes për bashkëftarët e saj kudo që janë ata. Zoti Sylla, ne kemi pa që nuk I është lejuar masa e paraburgimit shtëpiak, pra që të lëshohet në Kosovë, zotri Thaçi që të vinë që të mbajë dënimin e tij në Kosovë, dënimin nuk mund të themi, po të paktën derisa të caktohet një dënim të mos rri në Hag, po të vazhdohet në Kosovë gjykimi I tij, ata u thanë se është një njeri I rrezikshëm, mund të jetë një njeri I rrezikshëm edhe të ikë nga liria. Se keni pa juve të gjithë këtë ecuri të kësaj ngjarje? Në fakt, kjo është njëra prej atyre shqetësimeve tona. Pothuajse më e rëndësishme. Ju e dini, Kosova ka qenë tepër bashkëpunuese me institucione ndërkombëtare drejtësisë, edhe nuk kena dhënë shembull për shtetet e tjera që I kemi fqinje, se si duhet të përgjigjen drejtësisë. Ju e dini, jo vetëm në rastin e zotit Thaçi, por edhe në raste të tjera më herët që kemi pas bashkëftarët tonë Haradinaj e Edimaj, Kosova ka qenë tepër e kujdesshme në këtë aspekt. Prandaj duke u nisur prej këtij fakti, duke u nisur prej faktit që zoti Thaçi ka lënë karrikën e presidentit të vendit edhe ka planuar vullnetarisht me shku më trajtu në këtë gjykatë. Edhe pasi që prokuroria nëse prokuroria u thirr më herët se mund të ketë ndikim tek dëshmitarët, nëse lejohet zoti Thaçi më kthy edhe mandaj deri në familjen e vet, deri në një vendim të gjykatës. Do thotë me qenë se këto tash edhe prokuroria ka humbur atë arsyetim, është tepër e padrejtë. Është tepër e padrejtë që mos me pas mundësi sot zoti Thaçi, zoti Veseli, e të tjerë, bashkëdhëtarë të tjerë, me qëndru pranë familjes të veta deri në vendim që do të ndodhë
kur do që ndodha ai vendim që po flitet që do të ndodhë në fund vitit apo në fillim vitit e ardhshëm. Pra këto janë disa nga ato padrejtësi që po i bëhen bashkëpunëtorëve tonë. Këta njerëz atje kanë shku me qëllim pastër dhe fisnik për të mbrojtur drejtën e luftës tonë. Këta njerëz nuk kanë shku atje të gjykohen si individ. Këta njerëz janë bartësit e luftës tonë shërimtare. Andaj çfarë do vendimi eventual kur do që ndodh, në këtë rast po gjykohet UÇK-ja, çfarë do vendimi që del, do del vendim për mbar UÇK-n, jo për disa prirës të UÇK-s, siç ata po pretendojnë që këto, nëse eventualisht ndaj vendim do të merret ose gjykimi po ndodh në aspektin personal ose individual, kjo asnjësi nuk është e vërtetë, sepse në këtë rast duke u gjykuar komplet ushtria shqiptare e Kosovës. Prandaj njëra prej këtyre ka qenë kjo shqetësimi jonë, pastaj ka qenë shqetësimi tjetër kur këta nuk i kanë leju bashkëpunëtorët tuaj më ardh me rastin e vdekjes familjarëve të tyre, me marrë pjesë në ceremoninë e varrimit, e pastaj masat e shtuara kur ata kanë ardhur me vizitu në spitali, ju i dini ato skenat me policitë e Oleksit. Do të thotë ata kanë injoruar edhe institucionet tona të sigurisë, që kanë besu shtetit tonë, e institucionin sigurisë tonë, që ata më kujdes me i sjell deri këtu edhe me kthy pas. Po ashtu shteti jonë asnjëherë s'ka kujt këta që me garantu, me ju dërgu një letër, me ju thonë që pjesën e sigurisë kur këta persona do të jenë në Kosovë, do të marrim na përsipër, ose çfarë do të garantojmë na, që këta njerëz do të kthehen prapë. Edhe nëse i lejoni me ardha ata me qëndru gjatë kësaj kohe deri në një vendim në Kosovë, shteti jonë ka më kujdes që këta njerëz me kthy pas. Po megjithatë ju e dini, shteti jonë që funksionon, ata kanë mbetur tani në mëshirën e bashkëpunëtorëve të tyre dhe njerëzve që kanë dashur ushtrinë shqiptare të Kosovës, edhe ndonjë media të caktuar apo shoqëri civile, po sa i përket shteti nuk ka bërë asnjë veprim që t'ia lehtësoj sadopak atyre jetën atje. Zoti Sylla, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes në këtë lidhje të shkurt direkte për të na sqaruar në lidhje me letrën që ju i keni dërguar zotri Granall. Faleminderit juve, punë mbarë.